Ishte fundi I shekullit. Të tremba kur nga lindja erdhi një emër I ri. Osman, biri I Osmanove ndroi një perandori aty ku dielli perëndon. Kështu lindi gjysmëna luftëtare, me stepave të Anadoli dhe mureve të Nikas. Perandoria bizantine e vjetër e ndar, dorëzonte kështjella nga Uria, Ari dhe Frika. Se pari morën bursën, pastaj Nikan, pastaj Niko me d'importën e Europës. Ushtrit e tyres ishin si tona, por një re kuri dhe disipline. Kalorësia e letë si pahit të shpejt si shkret tira që I lindi. Harktar mbi kuaj të heshtër të sak që godisnin para se të shieshin. Dhe në qendër zemraj sultanit jeni sherët bite askujt. Rritur në bes dhe bindje frymi të krishter këtyr në stuj. Ishin 10.000 pastaj 20.000 dhe shdo vit një lumar mësh. Shpatat lakuara kuaj të zinin e dawe që dridhnin tokë. Në vitin 1354 Gallipoli, kuri par turk në Evropë prej andej nisi marshimi e kuri dhe I hën. Në 1361 Adrianopoli u bë kry qyteti I sultanit. Në 1371 në lumin Marica, 30.000 sarbu përpin nga nata. Që nga ajo dit Bizantis kish më ushtri, veç mureve dhe lutjeve të haruara. Konstantinopoja qëndron të ende, por tash me rrethuar nga vasal dhe hije. Provincia tu përkullën një nga një trakia, Macedonia të Salia deri në Epire në portat e Arbëris. Në 1385 I arriti deri në veriun e Shqipëris. Ballsha I dytë mblodhi kalorësit e vet, thiri vendet ka si të lut shenjtorve. Por gjysmona tash më ndrison të mbi Savër, në fushën e Beratit dielli ra dhe me të ëndra e zotërinve të Arbëris. Savra ishte gjaku dhe oguri, kënga e pare luftës që do të vinë. Aty mbaroi Bizanti në Ballkan, jo nga rënia e mureve, por nga dorëzimi I popujve të lirë. Dhe përpara zjarit të Savrës, Arbëria e kuptoi se së shpejti lufta do të vinte dhe për të ishte viti 1385. Lindja kishte pushtuar natën dhe mbi malet e Shqipëris gjitej nga dal hija e gjysmë.